Qytetarët e Ulqinit u mblodhen në një protestë masive për të kundërshtuar një projekt që ka të bëjë me dhënien me qirat të plazhit të madh për 99 vite, një kompani nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Protesta u mbështet nga të gjitha partitë politike shqiptare të qytetit, të cilat u bashkuan në një zë të vetëm për të ndaluar këtë iniciativë. Në fjalimet e tyre, udhëheqësit e partive shqiptare, përfshirë kryetarin e komunës së Ulqinit, Genzin Imanbegun, deputetin dhe kryetarin e Unionit Demokratik të Shqiptarëve në Maltëzi, Mehmet Zenken, deputetin Ilir Çapunin, kryetarin e Këshillit Komunal të Partisë Demokratike të Socialistëve, Arjan Lamoja, deputetin Artan Çopin dhe ish-kryeministrin Dritan Abazović shprehen kundërshtimin e tyre ndaj projektit dhe kërkuan transparencë dhe konsultime me qytetarët. Ata theksuan se ky projekt ka rrezik për shkatrimin e mjedisit dhe identitetin e Ulqinit dhe kërkuan që çdo vendim të merret në interes të qytetarëve dhe të ardhmes së qëndrueshme të qytetit. Protestuesit kërkuan që Ulqini të mbetet i lirë dhe i paprekur nga investitorët që nuk respektojnë vlerat lokale dhe natyrën. Ulqini sot është më i bashkuar se kur. Edhe vendimin që të anulloj festën e ditës Ulqinit e ka marrë me përgjegjësi, sepse rreziku i cili na kanoset është më i madh se kur. Rreziku i cili kanoset Ulqinit është i tillë që do të thotë që secili njeri të çohet në kamp dhe të kuptoj çka planifikon. Një qeverisje e cila nuk dëgjon zërin e popullit, nuk dëgjon qytetarët dhe nuk respekton ligjet. Zotri Spajić është duke kurcnu të ardhmen tonë. Zotri Spajić është duke kurcnu të ardhmen e Malit të Zi. Këtu sot mbrohet plazha madhe. Këtu sot mbrohet Mali i Zi. Këtu sot mbrohet rrugtimi i jon drejt Evropës. Nëse Zotri Spajić vazhdon me këto iniciativa, ta keni të qartë. Ai është duke kërcënu stabilitetin ton si shtet. Manipulimi që e bën Zotri Spajić është i pamas. Nuk janë aprovuar përfundimet e Kuvendit Komunal të Ulqinit. Janë aprovuar një pjesë e tyre. Pjesa që kemi aprovuar me 27/3 është e tillë. Nuk pranojmë të tërësimin total të plazhit të madh. Nuk pranojmë që të jepet gjitha e hapësirë 20 kilometër katror për 90 vjetë. Dhe këtë manipulim nuk ka mujtë të vazhdojnë. Mesazhi dhe i politikanëve në Podgoricë do të jetë i tillë. Nuk mundeni pa analiza, nuk mundeni pa shqyrtim publik, nuk mundeni për 30 ditë me pru vendim i cili ka me kushtu breza, i cili ka me kushtu emigrim dhe varfënimi i ti populli krenar 2500 vjeçar këtu. Kam një nërë të veçantë për shnes sektorin jo gjeveritar, me safir cilë kërartë të përshlesin, të përkrahin këtë qytet në këta ditë pështira, edhe këtë popull i cili ka dalë që të mbroj qytetin e vetë dhe interesat e vetë edhe të ardhmen e vetë, edhe të fëmijëve nipave së të nipave. Harojmë të cekim që të 30 e sa vjetë këtë qytet i zhvillu pa ndihmën e qeverisë edhe me ndihmë pak shumë pushteteve lokale. Duhet që të ceket që këtë qytet ka me fuqit veta, me kapitalin e vetë, me djersën e vetë, me mundin e vetë. I ka prodhu me qindra hotelet vogjën, me mina villat kapaciteteve më të nalta edhe kvaliteteve më të nalta. Ju qytetarë, mas haroni edhe ata që s'kan ardhur, që këtë qytet, një këtë popull ka investu për 10 miliard euro në pasonit vetë, në zhvillimin e turizmit vetë. Në momentin gjithmonë e kena pasë rrezik, si më fillen këtë qytet me marrë vedin i del nga filit e kryti.
si fillon që të qohën në kam të veta, del dikush që dhe me në tregu s'qesh ma mirë për ne deri kur, dhe me na pru botën këtu. O zotni nderuar, ky vend e ka pru botën e për kësë këti detit e ka pru vetë këtu. Nuk ke nevoj me na pru botën se e dim botën me mina vjetë para teje. Për ne flet historia, për ne flet tradita. Na kanë pru para humnere. Na kena vëshiru. Ja kam thanë parlament, ju thamë edhe ju. Inshallah s'kena me qenë ma mirë që ose s'jena të zëtë mi dalë vendit vetë. E presin atë tjeri edhe protestat tjera ku kanë me qenë edhe tjerë qirë si kanë ardhë në krye la mëndë se qka i rëzikohet ti qytet. E kena një ullqin shpërdamu në përbot. Qka den kjo zotni? Me na shqit vetë me në pasoni që i kena për cilin si jetojmë edhe me na ba prep edhe një ullqin me marë botën. E jam arë zotni se inshallah zotin a nepsënat e ki vetë. I pari unë, fëmijët e mi, edhe tanë këtë vend, kena mi dalë për para kush dalë që jatë banë atak këtë vend, që kush dalë që sërë banë këtë vend. S'kam dalë para jush me shqit politik, asë më interesën politik, kam dalë para vendit vetë, para qytetarëve vetë, para mësafirve, miqve që jetojnë këtë vend. Mas në ashtin me i ka humnere se kena me të babal pa shatë madhin zëtë. Ma mirë mas me qenë se me amyll fëmijëve tonë me dry, me qaqafzi shpijat tonë të ardhme në tyne. Ma mirë mas e këzofqin këtë vend që se s'jene zëtë mi dalë. E kam një parim të vjetër që në çdo gjë të gjej një gjë të bukur, një virtyt të mirë, dhe në një muaj e sa unë s'kam gjetë asë një të mirë, asë një të bukur në këtë qka flitet dhe këtë qka përlën po planifikohet. Gjëja më e bukur që kam gjetur sot është ftyra juaj, janë ftyrat e këtyre fëmijëve këtu përpara, jeni ju gjithë mysafirët që na keni ardhur nga Tivari, nga Podgorica, nga Cetina, Nikšići, Prishtina, Preševa, nga Shqipëria. Dhe është gjëja tjetër e bukur është uniteti që shihni këtu përpara në skenë. Edhe kjo është gjëja dytë më e bukur në këto ditë. Ju falenderit deri në përjetësi. Ju uroj në emër të fëmijëve të mi dhe nipave dhe mbesave të tyre. Dhe nipave e mbesave të tyre. Pra, plus 5 gjenerata. 5 gjenerata për 99 vjetë. Unë mandat nuk kam për të vendosur për këta 5 gjenerata. Dhe vendimi im është i qartë që jam kundër shitjes së plazhit madh, kundër valorizimit, pa u dëgjuar ju gjithë emër e përkryer. Të nderuar qytetarë dhe qytetare të Ulqinit, të nderuar mysafir, kam kënaqësinë sot bashkë me kolegët e mi t'ju drejtohem të japim një mesazh të fortë qeverisë Malit Zi në krye me kryeministrin Spajić, i cili ka përgatit bashkë me qeverinë e tij një padrejtësi këtij qyteti. Ulqini nuk do të padroj, nuk kam i pranuar kur padrejtësinat. Edhe me dekada janë munduar t'i bëjnë padrejtësi, por ky qytet ka rezistuar gjithmonë. Ju them pse jemi njerëz mirë. Ulqini ka njerëz mirë. Këtu ka tolerancë, këtu ka bashkëjetesë. Ne kemi obligim. Këtë që ka thojnë zotni, investim, që kemi pas rast mu taku me kryeministrin, kryetari bashkë me disa neve që jem politik bërsa, na ka treguar një skic, një ide apo vizion, nuk di edhe vetë që ka të quj. Ka fillu me 30 miliard euro, nuk e din ditë arshëm sa ka me vazhdoja ata miliarda. Aq shpejt pigoje të flite, janë shumë jo serioze për një burë shtetit, le të them, që këto 5 vitet e fundit nuk e shoh që një investim ishte pa në Malëzi. Plazhi madh, e dim vetë, 13 km,
mbi 20 milion metër kuadrat. A dini sa ka vlerën? Kjo qeveri do m'ja falë. Ata 90 vjetë, se s'janë ata nënë, ata dhe ligjet i përzin, me që janë të i përshpejtu të akun, se i dihet qëllime që i kajnë. Por na jem të obligum të rujnë bizniset e ulqinit, ulqinakve, njerëzve që kanë investu, punësun tonë, e janë këtë formë që kanë menu ata. Ku mund e 13 km të jepet një qytet mu bajnë Dubai i vogël, qërë Dubai i vogël? Ata janë thjesht pralla që jasë mit ma nuk i kapin. Kur në thonjë s'jeni për investime, shumë ka bojnë. Nuk ka qytetar ulqinit, bare mund kam bindje, që nuk ishë për investime. Ne adim që investime në ulqin nuk ka pas 30 vjetë. Ne adim se duhet mu valorizu një pjesë. Duhet me di që edhe pjesa ma madhe ishtë, ose 1/3 ishtë edhe zonë e mbrojtur. Po le t'jepet një pjesë të investohet. Nuk ishte qenë kesh ndërtojt dhe i hotelet një qka, që kështë pas të mirë qyteti, në rritje të vendeve punës, qarkullimit malit e kështu rritet edhe standard jetësor, po janë këtë formë, në asnjë mënyrë. Mirdita të gjithve, faleminderit që keni ardhur në këtë numër kaq të madh. Dua t'i përshëndes të gjithë qytetarët e Ulqinit edhe ato të cilët nuk janë prezent, të gjithë bashkëkombësit tanë kudo që ndodhen. Dua të ju drejtohem në atë gjuhë në të cilën kjo kala dhe ky qytet çdo herë ka marrë vesh mas mirit edhe e ka dhënë mesazhin më të qartë. Neve kemi qenë të bashkuar që nga fillimi, kur neve na kanë ardhur disa lajme që për plazhin e madh janë investime të dëshimta. Do të thotë kemi treguar pjekuri qytetare dhe politike. Ashtu kemi filluar dhe ashtu do të jemi deri në fund. Pushteti lokal dhe kuvendi komunal i Ulqinit ka pru vendime të cilat janë shumë pozitive dhe ato do të jenë udhërëfyese se si Ulqini do të zhvillohet në të ardhmen. Pra, ne jemi për investime, por jemi për investime të cilët do të ruajnë edhe identitetin ton, edhe të ardhmen ton, edhe të ardhmen e brezave të cilët do të vinë pas neve. Kështu që unë mendoj që kjo ditë e Ulqinit është festuar më mirë se çdo herë, sepse jemi të gjithë së bashku për një qëllim të caktuar që ta ruajmë këtë qytet të bekuar. Zoti e bekoft Ulqinin, Zoti e bekoft të ardhmen tonë. Me këtë pranito tregom se jemi të gatshëm mi dalë zat vatanit. Pregadituni edhe në ditë në vim të jemi tanë gati për aksion, se Ulqinin nuk da të pushtoj kërkosh, as nga Podgorica, as nga Beogradi, as nga Dubai. Ju falimderoj gjithve, si jemi ba bashk për të mirën, a na ka mleth e keqja. Mbas haroni, të jemi sinqert para vetvendit, para fëmijëve tonë. Në këtë drejtë e kena pru vetvendin. Edhe politikanët të Ulqinit kanë dorë në këtë punë. Por sot dukemi të jemi sikur bashkë, se s'ka ma lojna. Sot Ulqini ishtë në sulm. Kalaja 2000 vjeçare, plazhi i madh dhe gjithë territori ishtë në sulm. Qytetarët e Ulqinit shprehen revoltën e tyre të fuqishme kundër projektit të dhënies me qiratë të plazhit të madh, duke mbajtur pankarta në duar, të cilat mbanin mesazhe të forta si Ulqini është ynë, Ulqini nuk është përshitje, na duhet ardhmja jo projekte shkatërruese dhe na duhet një Ulqin për brezat e ardhshëm. Kjo protestë masive e qytetarëve të Ulqinit, mbështetur nga të gjitha partitë politike shqiptare të qytetit, dëshmon se ata janë të bashkuar në luftën për të ruajtur identitetin, mjedisin dhe të ardhmen e qëndrueshme të Ulqinit.